Një shembull për të ndjekur është edhe Emanuela Rusta, arbitra e parë vajzë që theu çdo barierë dhe pargjykim dhe zgjodhi të bëjë atë që do. Siç edhe futbolli është rritur, ashtu edhe pjesa e arbitrimit të femrave tashmë është zhvilluar në vendin tonë. Dhe vërtet do ju ftoja që të bashkoheni në sporte të ndryshme, qoftë futbolli, qoftë arbitrimi, thjesht për të sfiduar veten dhe për të kuptuar që nuk ka asnjë ndarje gjinisë për sa i përket sporteve, por ne tashmë mund të bëjmë çdo sport dhe patjetër që është shumë shëndetshëm për organizmin dhe mund të bëjmë arritje të cilat mund të thyem edhe arritje që i kanë bërë gjënia jonë me vite më përpara. Një arbitre ndërkombëtare që ka arritur Maja duke arbitruar për herë të parë në histori një ndeshje të vajzave në Champions League, duke bërë mjaft mirë detyrën e saj deri në fund. Kur ne kemi nisur, që ka pas shumë pak femra, por patjetër si çdo profesion ka uljet dhe ngrihet e veta, ka parajgjykimet, por unë mendoj që nëse ne vërtet e duam diçka dhe kemi me shumë pasion, nuk ka asgjë që mund ta ndali. Dhe patjetër që parajgjykimet mund të thyhen dhe këto janë si thua piknisja që ne na japin më shumë forcë për të vazhduar përpara dhe për të treguar që asgjë nuk është e pamundur. Në shumë vende të botës, futbolli është më shumë se sport, është identitet kulturor, është mënyrë jetese, është krenari kombëtare. Në Brazil futbolli është fest, në Argjentinë është pasion, në Itali është art, ndërsa në Angli është traditë. Magjia e vërtet e futbollit nuk lind gjithmonë në stadiumet luksoze. Ajo nis shpesh në rrugë, në një lagje të vjetër, ku 2 çanta bëhen porta dhe ku një top i konsumuar vlen më shumë se çdo lodër tjetër. Aty lindin ëndrat, shumë vështirësi, por as pak dorëzim. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse njerëzit lidhen kaq shumë me këtë sport, ndërsa futbolli jep kujdo shpresën se gjithçka është e mundur. Një lojë që bashkon botën, kjo është fuqia e futbollit. Në ditën botërore të futbollit nuk festohet thjesht një sport, festohet historia e njerëzve, e ëndrave, e sakrificave dhe emocioneve që kanë lindur në çdo cep të globit, fal këtij pasioni të jashtëzakonshëm, jo thjesht një lojë, por një ndjenjë që kalon brez pas brezi.